Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshorës. Si që shikoni, nuk jam në shtëpi, kam ardhur për pushime në Kosovë dhe këtu po ju bëj leximet e radhës. Të dashur peshor, kam drejtsinë. Drejtësia vjen në momentet të papritura gjithmonë. Drejtësi dhe balancë. Të dashur peshor, gjithçka që ke dhënë, do ta marrësh mbrapsht. Këtë mos e vë as edhe në fije të dyshimit. Nëse ke qenë drejtë e sinqertë dhe ke vepruar me ndërgjegje të pastër, drejtësia është në anën tënde. Balancë dhe drejtësi. Pra, duhet të filloni të balanconi jetën midis detyrimeve dhe nevojave personale. Të dashur, nëse s'është ajo, duhet të filloni të balanconi. Nëse keni bërë ashtu siç duhet, drejtësia do vi se s'bën dhe absolutisht në favorin e juaj. Tretë spiralës, të dashur, tregon që jeni duke u futur në një fazë ku duhet të kujdesesh më shumë për zemrën tënde, për emocionet e tua. Jepi më shumë vetes dashuri, mirësi dhe kohë për shërim, nga që kjo drejtësi nuk vjen kot së koti. Tregon për shqetësimet, sfidat në jetë që keni patur, padrejtësitë që u kanë bërë, të dashur peshor, tregon që është koha të ktheheni pak nga vetja juaj dhe të jepni vetes ato gjëra deri në shërimin e juaj. Energjitë e mira janë duke ardhur, por fillimisht duhet të jeni të butë, të mirë, të dashur me veten e juaj. Golden flower apo lulja e artë, që është lule dielli, të dashur, është qëndrueshmëria, durim dhe harmoni. Nuk duhet të nxitoheni ndoshta për çdo gjë t'i bëni tani edhe pse kjo drejtësi po vjen. Gjithçka do të harmonizohet në mënyrë natyrale. Kjo letër të thotë të kombinosh me mençuri mendjen dhe zemrën, veprimin me pushimin, dëshirën dhe durimin. Do thotë të gjitha nga pak për t'ia kushtuar vetes së juaj. Nëse ruan balancën, rezultati do jetë më shumë se perfekt, të dashur peshor. Pra, gjithçka është duke shkuar drejt një drejtësie, një balanci të ri në jetën e juaj, të dashur peshor. Kujdesu për veten tënde dhe emocionet e juaja. Jepi vetes kohë për shërim. Jeni të hapur për ndihmë dhe mbështetje nga të tjerët. Mos u ngut për asgjë, çdo gjë do shpërblehet. Ky durim i jot i vërtet do shpërblehet me sukses, paqe dhe harmoni. Do thot atë drejtësi të pritur apo shumë pritur nga ju, të dashur, do vi